Shërbimet e policisë në Korçë kanë vënë në pranga një 16 vjeçar i cili dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me një shtetase të mitur. Sipas njoftimit zyrtar nga Drejtoria Vendore e Policisë në Korçë, gjëja e zbuluar pas një telefonate që e mitura i ka bërë vetë policisë, duke treguar vendodhjen ku ndodhej me të riun. Menjëherë, pas marrjes së informacionit, shërbimet e policisë kanë ndërhyrë dhe kanë shoqëruar të dy të rinj në ambientet e policisë. Burimet brenda grupit hetimor bin me di se pas marrjes në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore dhe pas deklarimeve të dhëna nga dy palët, është bërë arrestimi në flagrancë i 16 vjeçarit banues në Korçë. Ndërkaq të tjera detaje kanë dalë në dritë nga ngjarja e rënë në Korçë, ku 16 vjeçari dyshohet se ka përdhunuar vajzën e mitur. Sipas informacioneve, 15 vjeçaria prej disa ditësh bashkëjetonte me 16 vjeçarin duke qenë në një lidhje me të. Për lidhjen mësohet këtë pasur dieni dhe nëna e 15 vjeçares. Në deklaratën e saj në polici, e mitura fillimisht ka thënë se 16 vjeçari ka ushtruar dhunë fizike, ndërsa më pas ka pretenduar se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë. Nga ana e grupit hetimor po bëhen ende hetime për të zbuluar më tej rreth kësaj ngjarje, pasi dyshohet se ka edhe persona të tjerë të përfshirë në të. Mësohet gjithashtu se 15 vjeçaria ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike, ku mbahet në vëzhgim nga psikologët. Priten detajet të tjera në vijim për këtë ngjarje.